Në vend punishten prapa meje me datën 5 prill ka vdekur një punëtor si pasojë e rrshitjes së dheut. Na jemi këtu në vendin e ngjarjes edhe po provojmë me thirrë kompaninë që është investitore e këtij projekti, pra kompaninë Alp Design, edhe me pyet konkretisht çka ka ndodhur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Apo flas me zotrin Nisa Ejupi nga kompania Alp Design, apo? Po. I ndërruar unë jam Egzoni, jam gazetar në kallzo.com, çushja? Egzon, jam në zonë me dhe musafir. Desha me të pyet më në lidhje me këtë rastin që ka ndodhur. Pra, Isa Ejupi, njërin nga pronarët e kompanisë Alp Design, si e kuptoj kush jemi na ndali telefonin. Tash po provoj me thirrë avokatën Bedria Rexhepi, e cila është avokate e të dyshuarit i cili është arrestuar nga policia e Kosovës me inicialet APK. Alo. Alo, përshëndetje avokate. Përshëndetje. Jam Egzoni, gazetar në kallzo.com. Po, Egzon. Edhe deshta me ditë në çfarë cilësi është tu dyshu Me të drejtën, për momentin e kjo në jam jashtë vendit. Aha. Kam udhëtu në Shqipëri, edhe nuk është që muj me tonë informacion se është shumë herët që në fazën e jetimeve. Okej. Po besoj që atë ditëve në vazhdim muj me tonë informacione ma shumë. Po, e qartë. Për shkak se qëtë sa unë kam informacione, jetim ka qenë vetëm në kontraktor, shohim tash me të dhe me ndërtuar të drejtor të pjekit, andira është të marrë dhe inspektoriati komunës edhe i punës, kështë që besoj që mas një javë dhe vite që se mujna me pas ma shumë informacion. Për të tretë po provojmë me thirrë Dardan Ramën, që është njëri nga pronarët e kompanisë Izolimit Trade. Kjo kompani pra është nën kontraktor tek vendpunishtja ku ka ndodhur incidenti me datën 5 prill. Pra, Dardan Rama, njëri nga 3 pronarët e kompanisë Izolimit Trade, nuk është i qasshëm përmes telefonit, edhe pse më herët gjatë ditës na premtoi se do të flas me ne në telefon edhe me na sqaru më shumë rreth situatës që ka ndodhur. Në vendpunishtën ku gjendemi tash, që ndodhet në lagjin Velania të Prishtinës, është një tjetër rast ku ka pas rreshitje të dheut me datën 6 prill. Por kësaj radhe fatmirësisht nuk ka pas as të lënduar as me pasojë në njerëz. Unë po provoj me thirrë kompaninë Gështenja, e cila është duke i kryer punimet këtu, edhe më pyet për më shumë se çka ka ndodhur konkretisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Apo flas me zotrin Qamil Hadërgjonën nga kompania Gështenja, apo? Po. I ndërruar unë jam Egzoni, jam gazetar në kallzo.com, edhe deshta me të pyetë në lidhje me këtë rastin që ka ndodhur me 6 prill, ku ka rreshit dhau në këtë vendpunishtën ku jeni tu investu, pra në lagjin Velania në Prishtinë. Po. Deshta me të pyetë, a keni pas inspektime paraprakisht para se me ndodh rasti prej komunës së Prishtinës në vendpunishte? Pra, Qamil Hadërgjonaj, pronari i kompanisë Gështenja, kur e kuptoj kush jemi edhe kur e dëgjoj pyetjen, e ndali telefonin edhe mo nuk po i përgjigjet thirrjeve telefonike. As komuna e Prishtinës e as kompanitë që janë duke kryer punime në 2 lokacione në Prishtinë, ku pati shembje të dheut në datat 5 dhe 6 prill, nuk po japin informacione se çka ka ndodhur saktësisht. Arsim Rapuca është kryetari i Odës së Inxhinierëve të Ndërtimit të Kosovës. Ai pranon të flas publikisht për arsyet se pse kompanitë i shmangin sigurinë në vendpunishte dhe përfitimet që ato i kanë. Të marrë parasysh të rasti fundit që ka ndodhur. Çysh bëhet siguri gropës edhe vendpunishtes? Çfarë metoda? Po, ka disa metoda për mbrojtjen e gropës ndërtimore.
por e para është do të më bëj sigurimi i punishtes. Vend punishtja ku ndërtohet objekti duhet të rrethohet. E para. Mandej sigurimi i grupës ndërtimore varësisht prej thellësisë edhe dhejut, siç e thash, ka disa metoda. Metoda e parë është metoda me anë të gërmimit të skarpateve. Pra gërmohet dheu në pjersi. Po ajo pjersi do të më bë në atë formë, në atë mënyrë do të më kalkulu varësisht nga parametrat e dhejut, në atë mënyrë që mos me ndodhë shitja. Do të më marr parasysh gjitha rrethonat. Dheun, fërkimin e dhejut, kohezionin, lagështia kur bjen në shirat, edhe në fund projektohet skarpata me pjersi caktume, po ajo do të më realizohet në teren. Jo mu projektu ndryshe, mu realizu ndryshe. Kjo është një prej metodave, kjo përdoret kur nuk ka thellësi të madhe të gërmimit. Mirë, po kur ka thellësi të madhe të gërmimit, janë metoda tjera, metoda për shembull me anë pilotave betonarme, cilat mund me qenë pilota të veçuar ose me kafshim, dy lloje janë, mandej është me anë diafragmave. Varësisht prej thellësisë edhe pilotat kanë disa karakteristika, kanë edhe mundësinë edhe ato bëhen edhe me ankerimin në thellësi, kur hyhet në thellësi shumë të mëdha, edhe ato kalkulohen bazë parametrave të dhejut dhe thellësisë faktikisht së grupës ndërtimore. Por kjo është e domosdoshme, sepse jeta e njeriut është e para. Po, përveç e domosdoshme, janë obligative sipas ligjit? Po, janë obligative gjithsesi mbrojtja është sepse ajo jo vetëm që e rrezikon jetën e njerit, e rrezikon edhe përreth, ambientin përreth, objektet përreth, kjo është obligative, për me marrë në leje ndërtimore, duhet patjetër me pas obligative me pas sigurimin e grupës ndërtimore. Po, për shembull pilotat ose edhe diafragma, si kosto janë të shtrejta mu bo? Po, për shembull që një investitor për me rujt pare me thonë s'pi bëj pilotat edhe përvazhdoj me punime. Po, kemi ndëgju kësi raste kur tentojnë investitorët me ikë punimit të grupës ndërtimore me pilota ose me diafragma, sepse këto ka një kost jashtëzakonisht madh dhe ngritën kostën e investimit. Për atë arsye tentojnë me ikë kësaj, tentojnë me bë metode zgjidhje tjera, mirë po kur është në thellësi, atëherë është patjetër që duhet më realizu për me mbrojt. Po, është kosto e mbrojtjes ndërtimore është jashtëzakonisht e lartë, për atë arsye shpesh investitorit për shkak të fitimeve të tyre ndoshta më të mira tentojnë t'i shmangin ndërtimit të këtyre, ose nganjëherë ndoshta edhe tentojnë t'i shmangin edhe lezë ndërtimore. Sa prafërsisht mund me kushtu këto? A dihet në shifra? Nuk mund me thonë, na mund me thonë që mund me ngrit investimin, me shtrejtu investimin ndoshta dikun rreth 5% deri në 10% mundin me thjesht me ngrit kostën e investimit. Tash krejt varet prej thellësisë, sa futem në tokë. Nëse ka thellësi të vogla, atëherë nuk e ngrit aq shumë, ndoshta faktikisht kostin e investimit, por kur ka thellësi të mëdha, atëherë grupat gjithmonë janë më të shtrejta. Edhe thellësia varet sa lart do me Qashtu, varësisht për ndërtimit të lartë objektit, edhe duhet më faktikisht janë parapo me standardet e ndërtimit, që duhet më fut edhe nën tokë, por më inkastru objektin në pjesën e nën tokës. Sipas ligjit, cilat janë përgjegjësitë e investitorit dhe cilat janë përgjegjësitë e ndërtuesit për sigurimin e vend punishtes edhe grupës? Përgjegjësitë janë të përbashkëta. Jo vetëm të investitorit, ndërtuesit, projektuesit, po edhe mbikëqyrësit, po edhe organeve shtetërore që është inspektoriati në këtë rast. Janë të përbashkëta sepse gjithë marrin pjesë pra në ndërtim. Duke filluar pe projektit duhet me përmbush standardet. Ai nuk përmbush standardet, duhet më kontrollu dikon. Nëse nuk i përmbush standardet, atëherë është përgjithës. E dyta është investitori është kryesori, sepse ai duhet më koni sigurt që një projekt i tij është i projektuar sipas standardeve dhe i ndërtuar sipas standardeve, ka përgjegjësi. Nëse dyshon në gabimet projektit, duhet me çu me kontrollu dikujt tjetër, kompani më profesionale në mënyrë që projekti më koni i saktë. Mandej gjatë ndërtimit duhet me pas kujdes, nëse shet që ndërtuesi nuk i zbaton projektin, nuk i zbaton elementet e sigurisë, duhet me kërku ose me ndërprer punën derisa ti marrin masat, po është përgjegjës kryesor investitori. Andaj edhe punëkryesi e ka obligim me siguru jetën e punëtorëve tyre. Amerikanët thonë që safety first, pra siguria është e para, jeta e njeriut është e para. Mandej edhe mbikëqyrësi nuk duhet më toleru që një ndërtim nuk i përmbush çështjet e sigurisë sidomos.
Gjithashtu edhe inspektorati duhet me i punës e inspektorati ndërtimore duhet me bë kontrolle më të rrepta dhe nuk duhet me pas kompromis në siguri. A ka kompetencë inspektorati i komunës me ndërprej punimet kur është që diçka s'është në rregull me vendpunishte me sigurinë e gropës? Po, inspektorati e ka këtë detyrë. Nëse shet që nuk po zbatohet leja ndërtimore, nëse në leja ndërtimore është para pa sigurimi i gropës ndërtimore, nëse nuk faktikisht e respekton punëkryesi ose investitori, ai e ka obligim me ndërprej automatikisht punimet. Automatikisht me blet derisa të sigurohet që ajo po bëhet në përputhje me projektin edhe me lejen ndërtimore. Sipas përvojës tuaj, pse po ndodhin këto rrëshqitje dheut? Kemi këtë javë, domethënë javën e kaluar që ka ndodhur një incident edhe ka vdekur një punëtor si pasojë e rrëshqitjes së dheut. Pse po ndodhin? Po ndodhen këto raste sepse ndodhen këto devijime këtyre hallkave që përmana më herët. Shpesh mund me ndodh ose nuk respektohet projekti në terren. Për shembull, ka parë një gërbim me skarpate me një pjerësi të butë. Për shembull, atje në terren nuk e ngërgon për të thjesht për të kursy pak kostën e investimit, ose tenton vende ndoshta ka të parapame me bombrojtje me pilota ose diafragma, ose tenton investitorët shpesh tentojnë me viktin e gjanave për shkak të kostës, mandej nuk ka defekte edhe gjatë realizimit të mbikëqyrjes, ka defekte tjera shumëta, të cilat disa defekte janë edhe në ligjin e ndërtimit, i cili së fundmi është bisedu që do të fillohet me korrigjimin dhe po shpresojmë së shpejti ka me fillu komisioni punën me eliminu këto defekte, se shumë defekte gjatë ndërtimit ndodhen dhe vinë edhe për ligjin e ndërtimit.